Vjen vala e acarit, stuhi dhe reshje të forta në gjithë vendin, paralajmërimi urgjent nga Igeum. Dielli pritet t'ia lërë vendin shiut, nga e njëjtja meteorologët parashikojnë kthimin e reshjeve në disa qytete për t'u shtrirë në të gjithë territorin dhe të premten. Në jug dhe veri të vendit, sipas institucionit të gjeoshkencave, reshjet do të lidhen me shtrëngimin. Presim një ndryshim sa i përket kushteve atmosferike, duke nisur nga e njëjtja në drek. Pjesa tjetër presim reshje të territorit të dobët. Po Tirana. Përgjatë mëngjesit të së premtes deri në orën 14, reshjet në Tiranë do të jenë të dobëta dhe të tjera, ndërsa pas dreke presim reshje lokale. Reshjet parashikohen të largohen nga një pjesë e territorit duke filluar nga e shtuna, ndërsa të dielën do të kthehet në ditën me diell. Do të jetë e shtuna që sjell ndërprerje të reshjeve në disa prej qarqet që përfshihen në kryeqytetin, ndërsa në jug do të vijojnë për të shtunën, por me intensitet të dobët dhe lokal. Sa i përket vlerave të termometrit, parashikohet një rritje me rreth 2 gradë Celsius deri të dielën, kur pritet kthim të temperaturave deri në 10 gradë Celsius në Tiranë, e zonat e ulta dhe 6 gradë Celsius në zonat malore.